Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në zonën e ujit të ftohtë, pranë Lungomares në Vlorë. Një grua rreth 27 vjeçare ka rënë nga kati 6 i një pallati. Menjëherë mbas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e urgjencës, të cilat e kanë transportuar të ren drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. 27 vjeçaria shkoi në gjendje kritike në spital dhe më pas ndërroi jetë. Sipas policisë, 27 vjeçaria, nënë e 2 fëmijëve të mitur, Antika Bylyshaj Velaj, ra nga kati 6 i një pallati, duke ndëruar jetë tragjikisht. Ajo mbylli syt përgjithmonë në duart e mjekëve, duke lënë mbas 2 të vegjëlit e saj. Antika Bylyshaj Velaj do të përcillet të premten për në banesën e fundit. Familjarët lajmërojnë se nisja do të bëhet që nga shtëpia e tyre në orën 12, drejt varezave të qytetit. Kujtojmë se sipas raportimeve, thuhet se familjarët e saj kanë pasur dyshime së fundi se reja kishte shfaqur shenja depresioni, por ende nuk ka një zbardhje të plotë të ngjarjes nga autoritetet. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në këtë fazë nuk ka ende informacion zyrtar mbi shkaqet që çuan në këtë incident.